Aber wenn das Ja. Me zhallë në kokë se është bërë me djerës. Do më rregullosh pa flokën? Se më zbëllot. Respekt nga shoqata e shurdhëve. Leo mikrofon. Përshëndetje nga një tjetër vlog. Doja t'ju përshëndesja si njeri, në fakt po jam bërë qelbur këtu se nga bërë mik i rrugës qelbur. Siç u thash javën e kaluar, unë kisha një trajnim sot, edhe mbarova atë, erdhem në shtëpi, Ivi erdhi më mori. Në fakt shkuam hëngrën pak, shkuam tek aksioni. Edhe do ju tregoj aty gjëra që morëm tek aksioni, hëngrëm një si tip 3:05. Edhe tani erdhëm në shtëpi, kështu që po merrem me këta kolofuçet, po ju tregoj shpejt çfarë morëm te aksioni, ja dy gjëra të vogla, kështu shumë gjëra të bukura, por nuk morëm. Gjë më e bukur që mora është kjo. Fshesa me korrent për Mikin që ishte shumë e lirë, nuk e nja 8 euro, se Miki më merr gjithmonë mua fshesën me korrent. Edhe unë thash, hajt t'i blej një mbase gënjet, ndërsa Oki, hej, që e dëgjua gjithkohë si këndonte, mori këtë mikrofonin. I'm a baby girl. Morëm ca budalliqe pastaj kështu, tip kekrash, këto janë të preferuarit tanë. Edhe, hajde na i trego. Dhe rinoceronti, prit kështu se fokuson kamerën, dhe rinoceronti i kajt. Edhe pastaj morëm kështu një ca të humbase, gjëra kështu për kalamajt, si këto, që janë të lezetshme, bateri, kështu gjëra shkot. Çfarë ka, mami? Bëj viu tani, Miki, viu! Viu! Vish t-shirtin, pastaj bluzën e mami. Tjetër mami. Sa të shkon, bravo, tani vish tjetër. Saktë veshe. Bravo. Ein. Dass ich das auch erst so seit. Mirë mëngjes nga një tjetër ditë, sa po parkuam këtu te shtëpia parkuam. Ti oti. Mos e çon më Miki. Po zoti ishte kjo te makina ime dhe Miki e shkulte gjithkohës por pasqyra. Edhe këtë kam heq se kam vendosur atë që u kam dërguar juve. Ne erdhëm në shtëpaj, edhe tani do ikim, çua vetëm Kaj, në Oki e kishte sot, ishte mbyllur grupi, u mbyll që dje, në fakt, u bë vetëm betrojung për ata, not betrojung, e keni parasysh vetëm për fëmijët, s'po fokuson, që kam prindrit në punë, edhe nuk kanë ku i lën fëmijët, më thënë, jo për këta që mund të keni prind në shtëpi. Nar doka filozof. Edhe tani erdhëm tek edhe Okin e mora me vete, se tani erdhëm në shtëpi. Dhe Okin e mora me vete, edhe Oki është në shtëpi me mua. Unë sot nuk jam në punë, edhe unë jam të hilet premte tani, prap, edhe kështu punët i kam bërë që dje. Po punët të i ki mami pa të puna. Jo, nuk të i ki mami të puna. Punët i kam bërë që dje dhe sot do bëj vetëm këto drek i gjëra kështu, se dhe mëngjes fëmijët hëngrën se u ngritëm shumë herët sot. Kështu që po, tani do bëj edhe do lejde ca rroba, lavatriçe do vë para, se si kam vënë para ato gjërat. Erdhi orari drekës, këtu kemi një tenxhere bosh, të sa e pshiva unë si që nga bërë me avull nejse.
Këtu kemi tenxhere borzi, do bëj disa makarona integrale. Këtu po bëj supën e mikit për sot edhe për nesër, me kështu të gjitha gjërat brenda, kam hedhë spinaqe ekstra. Këtu po skuq disa speca me pak salcë domatesh se do të jetë të gjizën, të bëj aty Ivit, e bëj Ivit atë. Këtu kam zënë bukën time me fara. Shihni këtu është duke ardhur. Buka ime me fara, buka jonë do me thënë me fara, edhe qa do bëj tjetër unë? Mendova të bëj edhe pak kuskus për veten time me pak spinaq. Këtë kuskusin këtu, të gjithë sot kanë pothuajse një gjë ndryshe, po rastësisht ndodhi kështu. Sa po e mbarova kuskusin tim, doli super fare, shumë pak e skuqja spinaqin, se unë e kam qejf që të ndihet shumë shija e spinaqit. Edhe pastaj hodha edhe këtë, shpirti, hodha ujë, pastaj hodha kuskusin, nuk zien kuskusi, thjesht e lë kështu tek uji dhe bëhet vet. Do t'i shtoj pak domate, të prera kështu në kubike dhe pak salatë. Shpirt, edhe pak qep në kubik edhe del super fare, është super e mirë e shëndetshme, fjalën super e dëgjuat 500 herë. Vajta të Ede ka shpejt dhe mora disa gjëra, mora këtu fasulet, i kam shumë qef këto të Ede, ka zjenë shumë shpejt. Mora ca si kjo porridge, mora 2 në fakt, një kështu edhe një tjetër që është me shije kjo këtu. Edhe, po, kjo gatuhet thjesht me ujë shumë shpejt. Një kungull për mikit, sa jo ka shumë qef, djath të bardh, nga këto panat për gatim, 2 kiwi, qyqë. Moll, këto moll t'i kam shumë qef, janë shumë të mira, sa lava dur. Lakër të kuqe, kastravec, spec të kuqe, është bërpis këshume dhe ky. Ananas, ky lëngu i frutave që kemi shumë qef. Pastaj specat mbushura me gjiz, një nga këto që e pëlqen shumë miki. Pastaj cornflakesa, nga këto janë shumë mirë, kem shumë qef, janë dhe pa gluten, edhe kanë qef fëmijët këto dhe unë zakonisht bëj dhe chicken nuggetsa. Mora pastaj këtë parmigiano që kanë shumë qef, ne kemi shumë qef kështu në makarona, vez, nga këto me protein që i kemi dhe këto shumë qef. Letra duarsh, që ka aty poshtë, kos grek. Mora pak kështu mish vici, ky është rind, po shumë e mirë kjo me kocke, kam shumë qef se e bëj kështu si një gjell në tavë. Mora këto për mikin që ti kemi, mora këtë larstin e parketit, një gjalp që e përdor për gatim, edhe pastaj këto mortadellat, mora 3 nga këto që janë 3 co bashk 5, këto janë 2 domatë. Këtu poshtë pastaj mora pak mish të grirë, fara kështu sesami që e përdor për bukën, nga këto krisarakit, mora këto letrat e lagura që ti kemi për të fshirë në një që, bizele, them të bëjmë me këtë kështu bashkë edhe me një aca patate. Këto qepët që janë ngjyra që janë super të mira. Makarona që janë kështu integrale, këto janë shumë mira. Një miell përsëri me makarona nga këto të lezetshme. Të gjitha makarona i quajmë ne shqiptarët, po këto kanë emrat e tyre, nëse. Pastaj këto yjet. Pastaj këto janë shumë të mira. Janë pak të kushtueshme këto, për shembull një si kjo është pothuajse 2 euro, po ja kanë shirë shumë të mirë. Se unë i marr ndonjëherë i përgatis vet. Këtu kemi pasaj mortadella, mozzarella poshtë edhe kjo që ju kam treguar unë ju ky tip çokokremi dhe në fund fare. Jamër, për ty e mori mami këtë. Edhe këtë që Miki e pas ka hapur është dardh shumë e mirë kjo. Dhe një ujë këtu me ujë volvik, kaq. Bëri një dush tani përpara se të zbres poshtë, edhe thaj pak flokët, se di thaj poshtë me qenë se janë dhe kalamajat. Edhe doja t'ju tregoja për këto produkte se më pyesni gjithmonë për çfarë përdor për fytyrën. Unë u bë shumë kohë që përdor nga këto nga Simbiozis London. Kjo është në fund tani, 2 më kanë mbaruar, edhe do t'i rimarr prap. Ju kam thënë që zakonisht e aplikojnë fytyrë, por nuk e di pse brandor nejse, kam pasur sa u lava. Ju kam po këndoni villap që oloni. Edhe si që po ju thoja, kam këto nga Simbiozis London hy prej kohësh, u bë tani janë drejt fundit edhe do t'i rimarr. Këto kanë qenë nga na kanë dhënë atëherë atë të goodie box që kushtonin më duket 55 euro edhe me kodin tim. Edhe
ndërkohë çmimi është shumë i shtrenjtë, se mund t'i futeni, t'i shikoni në Google të gjitha tek e tek se sa kushtojnë, sepse është serumi i syve, domethënë ai kremi që përdoret këtu është një serum, është një hidratues për lëkurën, është një pastrues ju bë kohë që kam mbaruar shkreti, po do t'i rimarr, se thash hajde mbaroj një herë gjitha, ti marr gjitha, se pastaj çfarë bëj unë hap ato të reja, i lë këto të vjetra dhe ikin dëm. Vjen keq. Kështu që s'dua ti shpërdoroj. Edhe kështu, ja kam shumë pak fare, këtë duhet ta shtrydh deri në fund që të dali gjori. Ky ka super aromë, është i preferuarim. Po përdor këto tani për momentin, edhe këto mbaruam. Duhet të fundit i lëshoj. Përdor këto, nuk e di, kodi im duket është ende aktiv, se u bë kohë që i kam këto. Do t'ja vendos një herë këtu, nëse dëshironi, dhe ti shihnim. Edhe po, këto kam përdorur, pastaj kismet më vonë kam disa të tjera. Mbase i ndroj, mbase me këto, me qenë se lëkura ime është gjendë shumë mirë, s'kam as puçra, as një lloj gjëje, ndonjëherë para ciklit, ndonjëherë, jo gjithmonë, me thënë të drejtën. Kështu që, po, i ka të thaj pak flokët tani, edhe kështu duken këto, që t'i shihni. Mund t'i blini dhe tek e tek, hidratani për shumë është i preferuari im, është shumë i mirë, po nuk kam, do shtrydh deri në fund, të nxjerrë në një pik i gjori, se ndryshe s'ka. Pas ka pak dhe për sot. Kështu, nejse, i ka unë të thaj pak flokët. Me atë tharsin që ju kam treguar ju, sepse ajo është fantastike. Me bën me shumë volume dhe unë nesër jam për punë, edhe them t'i kem për nesër, për pas nesër, sa ai zgjasin ato janë perfekte fare. Aso çfarë me ka kjo. Sa po i thava flokët tani me atë tharsen, edhe shisa mirë që mi bëri. Më bëri shumë bukur, po i kam kapur këtu mbrapa se isha duke u marrë me mikin, edhe nuk munda dot që t'ja u tregoj dhe gjatë kohës, se po merresha edhe me mikin, edhe shihni sa bukur që duken. Mirë mëngjes, nga një tjetër ditë. Unë sa solla okin këtu te kopshti, e lash Karin tek shkolla, ishim pak me vonesë, prandaj nuk hapa videon fare, po tani po çoj okin dhe pastaj jam për veten time në punë, sepse sot është e njëjtë. Po do më çoj Ivi sot sepse ka pak punë në Bremen, edhe thatë më çoj mua të mbaroj dhe ai punë. Andaj do ketë Miki me vete. Ka edhe ratë. Po, kështu që i ka çe kalamajat. Në shtëpi, edhe më mori Ivi me kalamajat, me zemrën e njau, dritë, haj, bëj pak haj, Miki, haj. Sa do bëte lapët? Nam, po gjeti ti, wash, i qa ka bleroki. Edhe Ivi më ka marrë për të ngrënë sa gjërat lezetshme, do t'i ham tani, po e pash pak rrugës, shu që ishin diçka me oriz, me patolxhane, tipike turke ka marrë andej. Edhe do ham tani, ishte një ditë e lodhshme, por shkoj mirë, po mami të hap mami. Au, Miki! Neson! Kështu që do ham tani, do qetësojmë pak, do pide një kafe. Edhe qetësi që pastaj bëjmë detyrat me Kajin, merrem në punë të shtëpisë, sherr në familje. Jemi në një pjesë të videos që do t'ju tregoj një produkt, ka ardhur këtu te dielli, do më shihni me të gjitha problematikat e mia të fytyrës. Puçra, bunkere, të gjitha, për shaka. Po ikën dielli, po del reja tani, nejse. E di çfarë doja t'ju tregoja unë, t'ju rikujtoja më saktë, sepse ja u kam treguar shumë herë te kanali, por doja t'ju tregoja edhe një herë këtë lazerin këtu. E mbani mend që u bë kohë që unë e përdor këtë dhe kush i ndjek videot rregullisht e ka parë edhe rregullisht këtë, por taksirat po ja u tregoj edhe një herë, sepse po ju rikujtoj se është duke ardhur vera. Shumë herë se çfarë ka brenda, por mund ta shihni. Po përfitoj nga rasti me qenë se e kam t'ju tregoj edhe këto, në cilat shime vepron mirë dhe siç e shihni këtu. Okej, po ja u tregoj një herë nga afër, ndoshta bëjni screenshot kësaj pjesës edhe të shihni se çfarë ju përshtatet, nëse ju përshtatet apo jo për llojin e qimes që ju keni. E bën gjithë trupin, edhe më ka pas pyet një gocë për pjesën e mostazheve, po dhe atë mund ta bëni. Unë e kam bërë kësaj radhe e bëra. E kisha si me merak, me thënë të drejtën, se ajo ideja kur e ke kështu në fytyrë, por që është po aq e pa rrezikshme sa që janë pjesët e tjera të trupit. Lëkura e fytyrës është më delikate, por gjithsesi unë e bëra, nuk më ka dhënë as irritime dhe as një lloj gjëje dhe jam kështu. E kam pak me siklet, me thënë të drejtën t'ju tregoj kështu. Çfarë bëj, duhet ta them. Po nejse, gjithsesi e keni këtu, edhe këtu e keni dhe ju u tregon të gjitha se çfarë bën. Gjithë fytyrën ju mund ta mbaroni për shumë pak minuta, sepse 1 minutë ju duhet për pjesën e mostazhes, ose
të fytyrës, se normalisht ato do hiqni çfarë do hiqni, për pjesën e sjetullës 2 minuta, për pjesën e krahut 4 minuta, për pjesën e bikinit 2 minuta, të bikini line domethënë, edhe për pjesën e këmbëve 8 minuta, se sigurisht do t'i merrni para mbrapa komplet. Hap edhe një herë që t'ju tregoj edhe një herë se çfarë ka këtu brenda. Do ju lë kodin tim që të shkoni të përfitoni edhe nga ulja, të përfitoni edhe nga kodi im edhe të gjitha. E gjeni në Amazon, do ja vendos linkun poshtë, ju vjen shumë shpejt, ju që jeni në Gjermani një herë, ndoshta 2 ditë ose më herët. Ju gjuroja shumë që ta përdorni rregullisht, sepse nëse nuk e përdorni rregullisht, nuk shihni dhe rezultat, nar do ka filozof, ose rezultati, domethënë pasi rezultatit zgjat pak, edhe edhe normalisht nuk është mirë ashtu. Keni manualin e përdorimit që ju tregon gjitha rregulloret, këtu e keni manualin e përdorimit, sepse ajo është një fletush e vogël që ju tregon për atë pjesën e qimes ju thashun. Dhe këtu brenda pastaj keni lazerin, keni adaptorin, edhe gjithashtu syzet edhe një brisk. Punon shumë thjesht, ja u kam treguar disa herë. Mjafton vetëm ta vendosësh në prizë, gjatë aplikimit duhet të vendosni syzet sigurisht, sapo bëra stërvitje, jo tani, pak më parë me thënë të drejtën, brava stërvitje, sepse ishte kjo ka shumë e bukur dhe përfitova për ta bërë stërvitjen jashtë, se unë e bëj tek pjesa e balkonit dhe kënaqem kur ka kohë të mirë, kur nuk ka kohë të mirë, e bëj aty se ne s'kemi asnjë komshi këtu përballë. Po e ta përdori rregullisht, nëse ndiqni eksaktësisht atë që ju thot aty, do shihni rezultate shumë shpejt, nuk po vritet njeri, thjesht po luajmë. Do shihni rezultate shumë shpejt, edhe këtë ja u them nga eksperjenca ime. Unë gjatë kohës që e përdora rregullisht, pash rezultatet dhe me thënë të drejtën, edhe ato pakqime që janë rritur shumë ngadalë dhe të mendosh që tani është pranverë, po vjen dhe vera dhe rritja e qimeve në pranverë dhe verë, të paktën sa kam kuptuar unë, ndodh më shpejt, kështu që as ajo nuk po ndodh, as këto qimet minimaliste, le të themi që më dilnin mua që ndoshta nuk i kam kap mirë kur e kam bërë atë, sepse duhet jeni shumë të përpikta kur i kapni që të mund t'i kapni mirë. Pastaj 2 mënyra që bëni manualisht ose automatike, si të doni ju, nëse dembeloseni bëni automatike, nëse në të kundër të bëni vetë. Unë pothuajse nuk kam fare, por unë e bëj vazhdimisht për mirëmbajtje, se nuk dua që të më rikthehen përsëri. Gjithashtu dhe ju që keni një qime të pabindur dhe duhet ta bëni profesionalisht, këtë mund ta përdorni si mirëmbajtje. Jo, kam thënë një herë këtë, po ja u them edhe një herë. Oh, sa po undes, arma e ftohtë. Inshallah kam syzet këtu unë, se unë e përdor poshtë. E përdor gjithmonë poshtë, duke parë Big Brotherin, duke parë në gjë tjetër, e përdor. Se ç'do të bëj njeriu i shkret, do përgatitet për verë. Bjaka, po e kam seriozisht për këtë pjesën e Big Brotherit, kur fillon Big Brother ose kur shihni diçka, injorojni kurorën time inekzistente këtu lart, po i kisha pak, po më rrini flokët pak kështu, nuk e di. S'bindeshin sot, ja dhe erdhi tetua me syze më të mëdha se fytyra e saj. Këtu kemi të gjitha ato opsionet, për momentin është e fiku, lexon këtu off, edhe unë po e ndez, lexon on, do ta. Kjo është butoni që do të shtypni kur bëni pip-pip, por normalisht nuk bën pip-pip se nuk ka prekur lëkurë. Edhe ky është si i ftohtë, bëhet si i ftohtë këtu dhe kjo ju ndihmon që të mos ju djeg, nuk ju djeg as nuk ju irriton me thënë të drejtën lëkurën, vetëm pak skuqet, kështu shumë pak skuqje lehtë dhe është e mira që ta hidratoni pasi të bëni këtë epidimin, por para mos vendosni asnjë lloj gjëje, asnjë gjel, asnjë lloj gjëje. Tani, unë këtu vendos atë, nëse do ta bëj automatike, këto janë dhe shkallët e fortësisë, edhe gjithashtu janë nivelet që ju kam treguar edhe të tjera që ka disa nivele. Deri në 9 e ka shkallën. Unë e përdor zakonisht tek 6-a, 7-a. E vendos siç e bëj gjithmonë tek 7-a, po e aplikoj një herë. Ta shihni dhe ju. Do të gjeni pozicionin perfekt, nuk do të keni kujdes në pozicionin se ndryshe i bie që s'kap me qime. Okay. Vetëm pak të ndro. Nuk është se të bën gjë, siç e shihni kraun këtu. Me thënë ta nxjerr pak kraun, por nuk i bën asnjë lloj gjëje.
Mua më pëlqen. Unë e sugjeroj, gjithsesi ju merrni, shiheni vetë, edhe gjithsesi keni të drejtën që dhe ta ktheni nëse nuk ju pëlqen apo nëse nuk ju bën punën ashtu siç ju doni, mund ta ktheni. Po si thash nuk është për çdo lloj qime, bëjeni screenshot asaj pjesës në fillim që ju tregova unë screenshot. Bëjni screenshot asaj pjesës edhe ta shihni nëse i përshtatet apo jo llojit të qimes që ju keni. Kaq kisha për këtë, mos harroni kodin, mos harroni linkun, vera po vjen, bëhuni gati për në plazh. Faleminderit nëse keni ndjekur këtë pjesën këtu dhe uroj që t'ju ketë shërbyer ky informacion po ju lë në vazhdim të videos. Mori Ivi prapë si ai mishi që ju kam thënë ju, ai viçi që marrim atje. Sa i mirë që ishte, domethënë më i mirë se çdo lloj here tjetër, me thënë drejtën. Edhe kënaqem. Ky mishi, ky kalb flashi është super fare. Kiti qef, ha më jetë. Ky kalb flashi është shumë i mirë, më i mirë nga çdo lloj mishi tjetër, ta dini. Erdhi posta, çike, kujton mua kur isha 10 vjeç. Erdhi posta se erdhin sa gjërat e Ivit që kemi porositur sepse ne do bëjmë një udhëtim super special që do ta merrni vesh pak më vonë. Kur dalim për rrugë do t'jemi shumë i mirë. Do vishemi se do takojmë shumë njerëz, domethënë do takojmë njerëz të tjerë. Po çdo pak o çdo gjë që vjen, kalon një herë tek unë, mbi trupin tim. Peshqirat. Erdhën peshqirat të zemrën. Peshqirat jeshil. Okej. Djetë kush i ka marrë dhe këto të zezën. Djetë kush i ka marrë. Janë shumë të bukur, shumë bukur duken. Blem këto se ishin ofertë, kishim dhe një kod tjetër, akoma dhe me ofertë, edhe i morëm që t'i ndrojmë të gjithë. Kurse këtu... Po, ama se kemi diskutuar për këtë pse e mori Ivi këtë ngjyrë, se e kishte marrë sipas dëshirës ti, ndërkohë unë i doja bezh si çdo gjë tjetër, dhe Ivi më thotë çdo gjë dua bezh. Na çmendë me bezhën edhe mori këtë ngjyrë. Ky këtu që nga kostumi i Ivi, që sigurisht do kaloj një herë mbi kufomën ti. Që tash ti ta bëj unë një herë video, pastaj e merr Ivi. Se bëj shaka. Është një kostum kështu sportiva, ditas që do Ivi që t'jetë komod rrugës. Ja ku jemi përsëri në makinën time, edhe do flasim. Se kështu flasim ne kur jemi në makinë. Sa keq që dukem më këtu, ngeti pse dukem kështu. Kamera është këtu, unë shikoj këtu. Ja mirë. E dini që çdo këngë këto mund të bëhet valle popullore. Provojeni në shtëpi, se ne çojmë ndonjëherë për humor këngë të tilla dhe pastaj unë duke dëgjuar motorin e makinës, ndërkohë s'marr vesh fare. Edhe çfarë po ju thoja unë, jo, sa harrova. Po. Gjitha këto këngët bëhen këngë popullore nëse doni. Nejse. Unë këto ditë ju nuk ju ka marrë pothuajse fare, zot kam i çumçakis. Ju thoja unë jo që nuk ju ka marrë shumë këto ditë me thënë të drejtën, sepse kur punoj nuk bëj gjëra interesante fare, se m'ikën gjithë dita në punë dhe nuk është ta bëj ndonjë gjë dhe kur vin në shtëpi pastaj jam kështu. Sa hedh çantën andej, laj duart edhe aksion. I jap mikit gji, pastaj i bëj punët, pastroj, rregulloj, bëj se sa do i bën Ivi gjatë kohës që fle miki, po normalisht duan dorën e një femre dhe normalisht nuk mund gatuaj dhe të mbaj fëmijën se okej, nuk kërkoj aq shumë, me thënë të drejtën. Bën fakt Ivi, sa herë që vi unë e gjej gjithmonë bukën gati, më bën shumë gjëra të mira, po të paktën këto ditë nuk i ka dalë koha fare. Se një ditë erdhi mori, ndërsa ditën tjetër nuk i kishte dalë koha sepse miki kishte qenë shumë i grindur dhe kur është miki i grindur të do kështu mundësisht të përdori si pemë. Edhe këto ditë është shtun e diel, domethënë dhe Ivi është në punë, kështu që prapë te këto ditë nuk është se do bëjmë ndonjë gjë interesante, por duke qenë se siç ju thash më herët do bëjmë një udhëtim, do ikim në po ja u tregoj ku do ikim. Po ja u tregoj ku do ikim. Do ikim në Amsterdam me disa njerëz special
Edhe kështu që nuk duam të bëjmë shumë dalje të kota sepse do harxojmë lek, edhe nuk duam të harxojmë lek se ai udhëtimi është goxha i kushtueshëm, me thënë të drejtën, se jo hoteli, jo gjitha gjërat e tjera që ne kemi projektuar, kështu që nuk duam të harxojmë se normalisht do të menduar te kjo pjesë. Tani po dal tek Aldi të marrja 2 gjëra, kam orarin e ajrimit. Mishaka. Do marrja 2 gjëra tek Aldi, kështu që na duhen për nesër, është e diel se nuk ne sado që bëjmë blerje të mëdha, prap nuk bëjmë blerje të shumë të mëdha, sepse nuk na zgjasin, e kupton, e ndim pastaj përfundon prap të blesh, se votova nga njëra që kaloi tani në rrugë. Kështu, kur të shkoj në shtëpi do ja u tregoj se çfarë të marr, po nuk besoj të marr një gjë aq të mirë sa për t'ja u treguar, sepse më të rëndësishmet që janë mishi, sa i bukur dielli, flak i kuq, sa shumë i bukur. E po ju thoya, më të rëndësishme që janë mishi, e perimet kështu gjëra që i kemi marrë tek Edeka dhe atë mishin atje ku e marrim gjithmonë. Kështu që nuk është se kam për t'ju treguar një gjë shumë interesante që do marrim këtë tek Aldi, se çfarë mund marrësh tek Aldi. Unë që vi për ushimin për gjithmonë ndaloj tek këto raftet. Marova. Aldi ishte bushatisur totalisht. Sigurisht kishte rënë bomba të shkretit, po të paktën unë ato që doja i mora. Gjëra interesante, deri diku për një 3 ditë mora unë diku kështu. Brita! Ore Miki. Po si disa nuk duket shumë mirë këtu sepse është e mbyllur kjo litarja, domethënë deri në gjysmë, po nejse kuptohet të paktën. Do porosis disa kështu klëfre të tjera në ngjyrë bezh tek IKEA, se nga pak për IKEA të gjitha ka në ngjyrë bezh. Ivi më thot nuk e di këtë fiksimin tënd me bezhën, po unë realisht tua çdo gjë bezh, çarçaf, ku di unë bata një jastik, domethënë gjitha klëfre, gjëra të gjitha i dua ngjyrë bezh. Tapetin, dollapin, ku di unë mobiljet, gjitha, çdo gjë e divanit dua të gjitha në ngjyrë bezh. Kam një fiksim me ngjyrë bezh, bardh bezh, dru natyral. Këto më pëlqejnë mua. Çfarë nushi? Këto janë shumë të mira, shumë të mira që ja kam treguar që ka marrë në Amazon. Sot si ditë e diel që është përveç se normalisht shkundjem shpinë, bëjmë edhe fasule, si çdo shqiptar mbar botës. Bishaka, po ju i keni të dielën apo të hënë fasulet? Unë rastësisht të dielën. Nejse, po i bëjmë këtë metodën më të thjeshtë që ekziston, ja kam derdhur ujin e parë, ky është uji i dytë, edhe kam hedhur 2 kokra qepe dhe një karrot, zihen ndërkohë të gjitha bashkë dhe pastaj marr këto e kaloj në një tigan që i skuq me pak salcë domatesh ose domate të grira. Varet se çfarë kem aty për momentin, dalin shumë mira. Zakonisht i bëj me mish, nuk e di them ti hedh fare edhe tani pak mish sepse thuhet që përthithet më mirë kur i hedh mish, kështu që po i hedh. Pasi bëra monolog me veten, vajta jonë dhe mish viçi ky vjen shumë shpejt. Të gjitha këto pastaj, domethënë domatë, këto qepën, karrotën, ja u kam treguar 100 herë, po ja u them edhe një herë nëse e keni parë. I kaloj në një tigan me pak kështu vaj ulliri, një lugë ose 2 lugë vaj ulliri, një lugë se i kam hedhur këtu 2 lugë, edhe një lugë vaj ulliri, i skuq pak bashkë me qepën, pastaj kaloj përsëri këtu, i skuq shumë pak sepse ato gjaja janë tretur domethënë te kjo, dhe unë thjesht i kaloj pak. Edhe dalin super, zihen derisa trashen dhe dalin fantastike dhe shumë e thjeshtë i bësh fasulet kështu, shumë e thjeshtë. Unë këto fasulet i marr tek Edeka, ka atje tek pjesa ku janë këto thjerëzat, janë edhe këto fasulet e bardha që zihen shumë shpejt. Harova të thuaj që mora këtë dje nga Sagrotania, këto letrat që pastron kudo, janë shumë të mira këto. Të preferuarat e mia janë këto nga Sagrotania, është dhe një firmë tjetër, po atë e marr pak më rrallë, këtë e marr më shpesh, shumë e mirë. Kur shkojmë në tualet, zakonisht e përdorim me këtë ose kur fshiu ndonjë gjë, kështu tavolinën e mikit e kështu gjëra. Ndërkohë Alvi nuk i pëlqen fasulet, kështu që i kam futur në furr pak pul, domethënë gjysmën e pulës, një pulë e vogël kështu, e do të bëjmë ato kritharaket që ju kam treguar ju, ato makaronat e vogël.
me këto. Kam një pako tjetër, fakt kjo është tjetër, por që me këto e bëjnë në tavë dhe del fantastike në furrë, del shumë e mirë. Ndërkohë që fasulja po bëhet, tiganin e kam thirrë këtu. Ky tigani është super, më pëlqen shumë fare. Ngjit për vezët, se më pyeti një vajzë, ngjit për vezët, por ngjit pothuajse për çdo gjë, normalisht është inox, por kam gjetur një metodë të lezetshme që nxehet tigani, i hidhet pak ujë sipër, do të thënë sa kërcet pak edhe pastaj i hedh vezën dhe bëhet super. Siç u thash, ndërkohë që këto zjejnë dhe pula në furrë bëhet, unë thash të bëja një banana bread, jo tamam banana bread, por meqense kam ja 2 banana aty, do bëj një mbrokull të ëmbël, meqense pasi të parojnë ato furra do jetë nxehtë dhe të pjekim këtë bukuroshen. Okej, mos i jep shumë ujë, o mami. Oktavia, të lutem, mos i jep shumë ujë. Unë përgjithsisht nuk përdor sheqer për të gatuar, ju e keni parë, po ndoshta i hedh një lugë sheqer kafë, ndoshta. Nuk e di, nuk jam shumë e sigurt, them ta bëj pa sheqer, se banania është mjaftueshëm e ëmbël si frut. I shtova 2 kokravez tani dhe i hodha një lugë si ky çokokremi, që s'është i ëmbël me thënë të drejtën, s'është shumë i ëmbël, është shumë pak i ëmbël. Dhe është shumë i mirë ky, ja u kam treguar këtë që e marr tek Edeka. I hodha një lugë si ajo, asnjë lugë tamam, një gjysmë luge, duket shumë kaf, po normalisht e merr ngjyrën direkt, se ma kërkuan fëmijët. Dhe do t'i hedh dhe pakës fare këtu miell, vetëm një lugë miell. Mua më pëlqen t'i bëj këto në fakt pa miell, po duke qenë se hodha 2 vezë dhe është bërë pak e ujshme dhe nuk dua ta lë kaq të ujshme, të lëngshme. Lëngshme ose ujshme? Pak kaq të lëngshme sepse bie volumi dhe nuk bëhet gjë. Kështu që do të shtoj edhe pak sod, një lugë çaj ndoshta sod edhe jemi okay. Mund ta bëni në vend të një lugë miell, mund t'i hidhni një lugë kakao, por unë kam hedhur atë gjën edhe nuk do të bëhet shumë e zezë nga kakao. Kështu që ndryshon komplet shija nëse unë i hedh kakao tani, duke qenë si hodha pakës çokokrem. Kështu që po. Tani do të trazoj kështu, edhe do ta vendos për t'u pjek në formë. Tani kur e kam pulën në këtë gjendje kështu, unë i hedh gjysmën e pakos së kësaj këtu në ansore. Edhe pastaj i shtoj vetëm ujë, do më thënë sa mbulohet deri këtu dhe i shtoj edhe krip nëse nuk ka krip. Kaq kështu shtova, pak a shumë gjysmë sepse kjo është tavë e vogël, nuk e di sa dallohet, është tavë qelçe e vogël që përdor për fëmijët. Ndërkohë kjo tani do ta fus që të skuqet, do skuqet kjo këtu, do skuqet dhe pula, pastaj do e kthej nga ana Pastaj do e kthej nga ana tjetër edhe të piqet pak nga ajo dhe do t'i shtoj në fund ujin dhe del fantastike, se keni iden. Mund të shtoni gjalpë dhe gjëra çfarë keni dëshirë, po unë e bëj kështu thjesht. Me këtë metodën kështu për shembull nuk keni fare pse të qani duke ngrirë gjepën, është shumë e thjeshtë. Unë i shtoj ndonjëherë edhe pak lëng nga fasulet, sa trashet ai, pastaj këtë e shtoj këtu edhe tek fasulja dhe i lë të zjejnë derisa trashen komplet. Kështu duken këto pasi janë skuqur pak, edhe tani do e kthej pulën nga ana tjetër, do i shtoj edhe ujin, do e mbush deri këtu sa të mbulohen komplet dhe do i fus përsëri në furrë. Unë i bëj me 180 gradë, ndonjëherë gaburia nga fundi kështu me 200 që mos të bëjnë shumë. Do ta fus tani në furrë edhe kësaj radhe që na mbaroi vaj ulliri që kishim marrë nga Shqipëria, Ivi mori këtë dhe ky sapo mbaroi. Është shumë i mirë, mua më pëlqeu shumë, e thënë drejtën, e mori tek Aldi, edhe ky i afrohet atij të Shqipërisë super shumë, edhe kishte pothuajse të njëjtën shije me atë që kisha marrë unë, ka dhe pak kështu, është pak si i hidhur. Është fantastik fare. Ky kalbi që them unë bëhet shumë shpejt, zjen shumë shpejt, edhe këtu bëhet shumë i mirë tek fasulet. E kam parë tek kjo Blerina bomba e troci, nuk e di se si e ka, më kujtohet tani mbi emrin e dytë, por që ajo ka thonë kështu që fasulet është mirë të bëhen me mish. Unë i kam pas bërë gjithmonë, me thënë drejtën, ju e keni parë se i kam shumë qef atë mishin, edhe kur ka kockë edhe pak kështu dellë në fasule, por që prej asaj dite normalisht që nuk e bëj më ndryshe. E bëj siç e kam bërë me mish, por përsëri e bëj me mish edhe të paktën ja pas ka vlejtur se shumica thonë s'ke nevojë të hedhësh mish kur ke fasule, gjithsesi u kuptua ajo, çfarë do të thoj.
Tada, doli dhe kjo. Ka dalë shumë e mirë se e provuam. E bëra pak, nuk bëra shumë sasi, domethënë, dhe prandaj del kështu i holl sepse ajo ena është shumë e gjatë. Ajo është 2 metra lang. Është 2 metra lang. Oh, Miki, se gjatë erdhi andej nejse. Doli shumë e mirë. Kjo vetëm pak sheqer pluhur sipër se fëmijët e preferojnë shumë dhe mbaru. Unë më kam mbetur për të larë parketi, ai xhami atje, dhe shihni si e kam kthyer tavolinën se Miki i çdo gjë sipër na çmendi. Rezultati i kësaj del fantastike fare. Ndërkohë dhe këto janë nga fundi, janë bërë shumë të mira, të trasha super. Zemra ime, ktheu pak. Tregoj vëdaja shokë. Ti tregosh dhe as flokët, më ktheu pak dhe ime. Vëdaja ka një mami. Ka një mami. Ktheu çiki da mami, ktheu çiki. Vëdaja tani. Ka shoqe. Ktheu pak të ime. Sa bukur ja krea okit flokët tani dhe janë hapur shumë. Në fakt, se i ka shumë kaçurela, po ja krea se ishin gatruar shumë dhe janë zgjatur shumë. Shih sa bukur që duket. Direkt pas dushit kemi ja gjysë ore me tithar, po të pak në knaqesh se janë të bukura shumë. Po bëhet gati, Miki. Shpirt. Toke? Bravo, zemra ime. O Miki, do ikim do marrim Oktavia? Ku do ikim ne? Ku do ikim? Ku do ikim çuni? Ku do ikim Miki? Te Oktavia? Çiko ku e ke lënë spe? Se dhe pastaj bëja ata se të kam sërë mami. Të lëmë të shpirt. Bravo. Me dhe bishtin poshtë? Të lumt. Të lumë, mami. Po tjetër qati të bëjo, Kim? Zemër, vidi një zemër. Nicht, dass es mein Brief ist. Der muss mein Brief sein. Të lumë. Mos bëj pis. Mbaj e pastër. Fshive? Sa i mirësh. Më sigur e fshit se mendo se ka bërë pis. Jo më shpirt, pajzir pastër. Bëj pastër, pastër. Pastër, tot pastër. Henna. Përsëri prap në kuzhinë, po bëj këtu pak supë me mish, edhe dole i lëngu mishit këtu jashtë, e fshiva pak nga jashtë se kam fiksim të duket dhe kjo e pastër. Edhe pastaj këtu kam zënë një bukë të bardhë, kësaj radhe, por me fara, edhe sipër do e mbush komplet me fara sesami se i kam shumë qejf. Ndërkohë këtu kam lënë këtë lakrën e kuqe, që Leila të kuqe që ta bëj me pak limon kështu, me vaj ulliri dhe shumë e mirë. Ne e kam lënë dhe këta ananasin këtu jashtë që ta pres kështu në pjesë të vogla, ta lë gati në frigorifer që ta bëj smoothie Miki! Me smoothie me banane dhe qumësht për fëmijët se kanë shumë qejf, ai sallatori aty do e hanë fëmijët. Shumë iku, s'ka ikë akoma po drekë për sot. Thënë unë që unë kam heq dorë definitivisht nga blera e gjërave të reja dhe kam parë shumë me thënë të drejtën gjëra për shpi këto kohë, por kam heq dorë sepse nuk dua të blej më asnjë gjë. Thjesht sistemoj këta libra të ndryshoj. Shumë gjëra të bukura, do të kam një ide tjetër arredimi, shumë gjëra të bukura ndërmend, por që mbetet për të parë, nuk e di se çfarë do bëjmë, siç thash nuk e kemi vendosur ende për atje, se është shpenzim i madh dhe duam ta mendojmë shumë mirë, do thoni ju s'keni dhe shumë kohë. Kemi dhe s'kemi me thënë drejtën, por siç thash është shpenzim i madh. Ne kemi bërë goxha vendosje dhe dim se sa mund ka, edhe sa shpenzime do, e dim shumë mirë këtë pjesë, dhe sidomos kur është në një vend që është goxha orë larg nga këtu ku jemi ne, që na duhet një transporter i mirëfillt edhe tjerë. Por që po nuk e di, janë dilema këto, që duke kështu si të thjeshta, por janë shumë të vështira, sepse kemi dhe disa planet e tjera që ende nuk kam folë këtu me ju, nuk e di ende dhe të flas apo jo, se
Se po thoja duhet ta përpunojmë një herë në kokën tonë, që çfarë do bëjmë, çfarë s'do bëjmë. Na përshtatet, na vetëm mirë ashtu apo jo, nuk e di. Plot dilema kemi në kokë, plot plane kemi në kokë, plot dëshira kemi në kokë, edhe në mendje dhe në zemër, po nuk e di se çfarë do bëjmë. Është periudhë e ngarkuar, me thënë të drejtën. Tjetë mami dhe ullu. Ne tani do ikim të marrim Kajin. Unë ofin sot e mbajta në shtëpi se kishte pak hund në fakt. Edhe duke qenë se atje kishte rënë prapa infeksioni, tip gripi thonin atje këto. Ne kemi një parasysh vet ju me rruf, me sy të skuqur etj. E la më mirë në shtëpi, thash ta mbaj sot në shtëpi. Po shpi da hap mami tani. Thash më mirë ta mbaj në shtëpi edhe jemi më të qetë. Se edhe ashtu është shumë e sikletshme, shkoshet, mendoj që do ftohet, do smuret më shumë edhe se deri tani jemi mirë tek unë, nuk e përballojmë. Gjithsesi, unë ju falenderoj nga zemra nëse keni parë këtë video, këtë vlog. Uroj shumë që t'ju ketë pëlqyer, më shkruani dhe më komentoni çfarë të doni poshtë. Do të shihemi në video të tjera shumë të bukura, deri atëherë mirupafshim se do lidh këta kalamaja dhe do marrim Kaj. Ju dua shumë. Paçi.